edhe 4 orë edhe arrish 72 orë pa ngrënë, duke pirë vetëm ujë. E bëra këtë gjë jo për motive fetare, por për motive shëndetësore, sepse jam i bindur që është një diçka që të ndihmon të pastrosh trupin tënd dhe dua të përmirësoj edhe raportin tim që kam me ushqimin, sepse jam liruar nga shumë varësi si ajo e të bardhës, e duanit, e alkoolit, e lorave të fatit. Mirë po tani kam një dëshirë që të kem një raport mirë me ushqimin, të zgjedh gjithmonë dhe më shumë ushqimin që fus në trupin tim për të mbajtur sa më pastër trupin, mendjen dhe shpirtin. E bëra sepse më pëlqen të këshilloj gjëra të mira, gjëra që na përmirësojnë, gjëra që na pastrojnë trupin dhe të arrijmë të respektojmë sa më shumë veten dhe të jemi sa më shumë të lirë. Mirë po, më pëlqen të testoj vetë këto gjërat që këshilloj, më pëlqen që të shikoj cilat janë të mira dhe cilat janë vështirësitë, sepse padyshim kam pasur edhe vështirësi në këto 3 ditë dhe me thënë të drejtën me si pres që të vi ora 5:30 e mbasdites dhe ta ushqim sepse ka qenë goxha e vështirë, mirë po edhe mbështetja e familjes, edhe fakti që publikova këtë video, edhe fakti që ndava me ju këtë gjë më motivoi akoma më shumë dhe i falenderoj gjithë ata që më kanë mbështetur, që kanë shkruar me komentet e tyre dhe edhe ata që se kanë kuptuar më vjen keq, sepse është një diçka që nuk ka lidhje as me fen, as se un kam dëshirë të jap në një këshill të gabuar. Është një diçka që un mendoj se është e mirë për të pastruar trupin, sepse mbas 24 orë që e pa ngrënë, trupi fillon dhe konsumon ato qelizat jo të mira. Dhe në këtë mënyrë fillon bën një pastrim, edhe sa më shumë orë të rish pa ngrënë, aq më shumë pastrohet, pra konsumon gjërat e dëmshme që janë në trupin tonë. Kjo ishte dëshira për ta testuar dhe dëshira për ta ndarë edhe me ju, që më ndiqni për respekt dhe për të folur për gjëra të mira, se si të mbajmë sa më pastër trupin, mendjen dhe shpirtin. Ju uroj gjithë mirat, kujdesuni për veten.